Në ndërtim kemi dhe këtë problem shumë të madh që e thon si gazetar, si ekspert vendas, po edhe raportet të huaja, që në ndërtim kanalizohen dhe paratë e pista, të cilat vlerësohen edhe mbi 20% të prodhimit të brendshëm bruto. Dhe si pasojë natyrisht kemi këtë rënje shumë të madhe, këtë zhvlerësim shumë të madh të euros, dhe kemi dhe çmimin shumë të lartë të apartamenteve, zyrave e tjerë, pra të pasurive të patundshme në përgjithësi, i cili nuk justifikohet me themelet makroekonomik të ekonomisë shqiptare. Dhe këto para të pista duket sigur janë të cilat kanalizohen në sektorin e ndërtimit kryesisht, po ndoshta edhe në sektor të tjerë, duket sigur janë të vetmet që mbajnë ekonominë tonë në këmbë, dhe në momentin që për shkak të një presioni të jashtëm, siç është lufta që po i bën presidenti Trump karteleve të drogës, të ndërpriten këto flukse në Shqipëri, ekonomia jonë që nuk mbahet nga gjë tjetër, rrezikon të shkojë në një kolaps, me një krizë shumë të madhe përpara. Dhe gjithë kjo panoramë ekonomike nuk reflektohet askund në qasjen e qeverisë. Dhe nëse nuk e shikojnë si problem këtë gjë, natyrisht që nuk mund të ketë edhe zgjidhje më pas, sepse buxheti që kanë paraqitur vërtet është buxhet i madh në numra, me shpenzimet qeveritare, po nuk është një buxhet i fokusuar tek problemet e mëdha në bujqësi, në industri, tek rritja e prodhimit, te fakti që eksportet në 9 mujorin e këtij viti të 2025 kanë rënë me 10.7%, nuk reflektojnë situatën në tregun e punës, faktin që po shpopullohet Shqipëria dhe ka ikur 1.1 milion shqiptar në dekadën e fundit sipas Eurostatit, por është një buxhet i cili fokusohet tek këto punët publike të cilat i kemi parë dhe më përpara, tek infrastruktura, po ne e dimë se me çfarë kosto ndërtohen rrugët në Shqipëri, punët në infrastruktura, por rilindjet urbane, punët e tjera urbane, ne kemi parë gjithë rastet e korrupsionit. Kemi parë që çmimi këtu për kilometër është më i lartë se në vendin më të pasur të Europës. Dhe ndaj është shumë shqetësuese që gjithë fokusi është këtu, ndërkohë që ekonomia reale, ajo që ndjejnë qytetarët shqiptar për ditë, nuk adresohet, jo vetëm nuk adresohet, po dhe nuk njihet si e tillë. Pastaj po të futemi në fushat e tjera, ne kemi sigurinë ushqimore që është për tokë në Shqipëri. Kemi skandalet e shumta me pesticidet, me salmonelën në produkte ushqimore, të cilat neve nuk i dallojmë këtu në vendin tonë, po kur shkojnë më pas në vendet e tjera europiane, ata na i kthejnë mbrapsht. Dhe ne kemi situatën që nga sasi shumë të mëdha që mund të shkojnë atje, vetëm shumë pak largohen nga tregu. Pjesa tjetër i kthehet në tregun shqiptar, siç ka ndodhur me produktet me salmonelë. Pra, siguria ushqimore zë një vend shumë të vogël në buxhetin e paraqitur nga qeveria. Ashtu siç ka zënë dhe më përpara, duhet të jetë është në mos gaboj 0.1% e produktit të brendshëm bruto. Nuk shikoj dhe në përgjithësi për zhvillimin rural, për bujqësinë, nuk shikoj ndonjë përqindje shumë të madhe në buxhet. Është në mos gaboj tani shkon diku tek së bashku me sigurinë ushqimore te 0.6%. Po me problematikat që ka Shqipëria dhe në krahasim me rajonin është një përqindje shumë e vogël. Nga ana tjetër po të hyjmë te sektorët e tjerë, tek siguria në përgjithësi në Shqipëri, tek kriminaliteti, tek kartelet, krimi organizuar, të cilat janë çështje problematika që i ngre disa raporte të Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe raporti për klimën e investimeve, po dhe raporte të tjera të fokusuara në këtë fushë të sigurisë, janë shqetësime që ata i ngrejnë. Ndërkohë nuk e kemi këtë reflektim në buxhetin e shtetit për më shumë resurse, për më shumë burime financiare apo logjistike për të ndihmuar policinë e shtetit në luftën e vet ndaj kësaj situate të kriminalitetit, sepse natyrisht duhet një vullnet politik. Duhet pranuar një herë që kemi një problem dhe më pas të shkohet tek zgjidhja. Ndërkohë që kemi një problem dhe që kemi kriminalitet në rritje, e pranoi dhe kryeprokurori në raportimin e vet në komision dhe më pas në seancë plenare në kuvent. Pra, është realiteti, ajo që ndjejnë qytetarët ditë për ditë, dhe më pas është buxheti i shtetit i cili reflekton një realitet tërësisht tjetër, që nuk ka lidhje me realitetin në cilin jetojmë. Pa, ky buxhet ku e vë theksin? Theksin e vë tek veprat e infrastrukturës, që janë, çfarë janë? Rrugë? Po tek rrugët, tek vazhdimi i PPP-ve që kanë aktualisht, tek këto
që quhen rilindje urbane. Pra këto do veçoja unë si prioritare për qeverinë. Më pas janë këto transfertat që vazhdojnë kjo rishpërndarje, apo edhe ajo është e pamjaftueshme në raport me rritjen e kostos jetesës. Dhe nga ana tjetër ka disa elemente, se për shembull thonë që do rrisin pagën minimale. Do çojnë 500.000 lekë të reja. Është e vërtet për shembull që Partia Demokratike kur ishim në fushat premtuam dhe ne rritje të pagës minimale apo programe të tjera sociale, por nuk mund të hidhen këto propozime dhe ndoshta kur të kaloj kjo realitet më pas me rritjen e pagës minimale apo programe të tjera sociale, në qoftë se nuk ke nga ana tjetër një sektor privat të fortë, një sektor privat në zhvillim, në rritje. Këtu nuk e kemi një sektor privat të tillë, sepse është sektori privat që duhet inkurajuar, duhet incentivuar, i duhen hequr ato zinxhiret e burokracisë, duhen krijuar lehtësira fiskale në mënyrë që të rritet ai, të rrisi punësimin, të rrisi në mënyrë organike të ardhurat dhe të ardhurat për punonjësit e tyre, por dhe të ardhurat për buxhetin